Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet për të ndalur tashmë tek zhvillimet më të fundit. Do ndalemi tek presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili ka thënë ditën e djeshme se Ukraina ishte gati të zhvillonte planin e mbështetur nga SBA për t'i dhënë fund luftës me Rusinë dhe të diskutonte këtu edhe pikat e diskutueshme me presidentin e SBA-s Donald Trump në bisedimet që ai tha se duhet të përfshinë edhe aleatët europianë. Ndjekim insertin dhe rikthehemi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha të martën se Ukraina ishte gati të zhvillonte planin e mbështetur nga SBA-t për t'i dhënë fund luftës me Rusinë dhe të diskutonte pikat e diskutueshme me presidentin e SBA-s Donald Trump në bisedime që ai tha se duhet të përfshijë aleatët evropian. Zyrtarët amerikanë dhe të Ukrainës janë përpjekur të ngushtojnë hendekun midis tyre mbi planin e Trump për t'i dhënë fund konfliktit me shkatrues të Evropës, që nga lufta e dytë botërore me Ukrainën e detyruar të pranojë një marrëveshje kryesisht me kushte ruse, duke përfshirë lëshime territoriale, raporton Reuters. Në një fjalim para asaj që njihej koalicioni i aleatëve të gatshëm, Zelensky u kërkoi udhëheqësve evropian të hartonin një kornizë për vendosin e një force sigurie në Ukrainë dhe të vazhdonin të mbështesnin Kievin, por aq kohë sa Moska nuk tregonte prirje për t'i dhënë fund luftës së saj. Ne besojmë fuqimisht se vendimet e sigurisë në lidhje me Ukrainën duhet të përfshinë Ukrainën, vendimet e sigurisë në lidhje me Evropën duhet të përfshinë Evropën, sepse kur diçka vendoset pas shpinës së një vendi ose popullit të tij, gjithmonë ekziston një rrezik i lartë që thjesht të mos funksionojë, tha Zelensky. Ky kuadër është në tryezë dhe ne jemi gati të ecim përpara së bashku me SBA-n me angazhimin personal të presidentit Trump, thoi ai. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar Ruel Domi. Ruel, të përshëndes. Mirësira, të falenderoj për ftesën, kënaqësitë këtu. Ruel, tani si me insertin që dëgjuam së bashku pra në deklaratën e presidentit Zelensky, bie në sy gatishmëria për të diskutuar këtu drejt për drejt me presidentin Trump, por nga ana tjetër edhe theksimi se vendimet nuk mund të merren më pas shpinës së Ukrainës. Kjo ngre edhe pikpyetjen nëse Kievi, Ruel, ka fuqi reale për të ndryshuar pikat problematike të planit, apo nëse është detyruar nga ana tjetër edhe të pranojë edhe kompromiset që favorizojnë më tepër Moskën. Grisela, do të them që fakti që ky plan shkoi nga 28 pika në 19 pika, me disa përmirësime të vogla në favor të Ukrainës, të tregojnë që Ukraina, por dhe pala më afër Ukrainës aktualisht Bashkimi Evropian, kanë fuqi në raport me vendosjen e disa termave, por jo të shumicës termave në raport me paqen midis Ukrainës dhe Rusisë, sepse Ukraina ngjelet një vend i vogël, ngjelet një vend kuptohet shumë i pafuqishëm në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk janë më në të njëjtën faqe në raport me luftën në Ukrainë, sepse presidenti Trump kërkon ta mbyll sa më shpejt të konflikt. Bashkimi Evropian kërkon mbylljen e konfliktit, por nuk pranon faktin që Ukraina do të lëshojë territorë, e cila sigurisht do të interpretohej de facto një fitore për Rusinë, për Vladimir Putinin, duke legjitimuar ndoshta edhe sulme të tjera të ardhshme ruse mbi vende të tjera, duke ditur që pasojat mund të jenë të njëjta, një luftë 2-3 vjeçare dhe një marrëveshje e mirë për Rusinë në emër të paqes. Kështu që kjo e komplikon marrëveshjen midis Rusisë dhe Ukrainës dhe e komplikon pozicionin e Ukrainës në tavolinë e bisedimeve. Ka pas një marrëveshje me 28 pika, ajo marrëveshje ishte jashtëzakonisht e pafavorshme për Ukrainën. Ka një marrëveshje të re tani me 19 pika, kjo marrëveshje është pranuar edhe nga pala e Ukrainës dhe nga presidenti Zelensky nën presionin e madh presidenti Trump, jo për të thënë që kjo marrëveshje është më e mirë për Ukrainën, sepse e vërteta është që nuk është më e mirë për Ukrainën, është një marrëveshje thuajse e njëjtë me ato të mëparshme, ka disa përmirësime të vogla, por sigurisht Ukraina do detyrohet të lëshojë territor, do detyrohet të mos antarësohet në NATO, kuptohet do të ngjelet e varur ekonomikisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Rusia. Në një farë mënyrë Rusia do të vijojë të ketë kontroll de facto mbi disa territorë që ka pushtuar, domethënë është një marrëveshje jo e mirë për Ukrainën, por Ukraina nuk ka zgjidhje tjetër në një kohë kur presioni po rritet.
E qartë, Ruel, nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës ka kërkuar dhe një kornizë të qartë pra të mbështetur nga Bashkimi Evropian për vendosjen e një strukture sigurie në territorin e Ukrainës. Pyetja është se çfarë modeli do të ndiqet, pra një mision civil ushtarak apo do të jetë nga ana tjetër një forcë përzier dhe mbi të gjitha ka vullnet politik në Europë për të marrë një rol kaq drejt për drejt në të gjithë territorin e Ukrainës. Është në fakt një propozim i cili do duhet ishte pjesë e bisedimeve, sepse një prej pikave të marrëveshjes është reduktimi i ushtrisë ukrainase në 600.000 ushtarë nga 880.000 që ushtria ukrainase ka aktualisht. Sigurisht që ky reduktim normalisht rrit dhe nevojën të hyrjes së trupave të tjera, por duhet të thënë që në planin me 20 pika ndalohen në mënyrë të rreptë ushtritë e NATO-s në Ukrainë. Domethënë, përveç se reduktohet forca ukrainase nga 880.000 në 600.000 ushtarë, ndalohet dhe NATO. Domethënë, në një mënyrë nuk do të ketë ushtritë të tjera forca paqëruese në Ukrainë, sipas së marrëveshjes, sepse ushtritë e NATO-s ndalohen së hyrin në Ukrainë, dhe kjo ka qenë fakt një pretendim goxha e rëndësishëm rus, sepse sipas Putinit të paktën gjithë arsyeja e nisjes së kësaj lufte ishte fakti që Ukraina kërkonte të fillojë në NATO, dhe çfarë ndryshimi do të kishte midis një Ukraine në NATO dhe një Ukraine e cila patronazhohet nga trupat të NATO-s. Domethënë s'ka asnjë ndryshimi, pra sigurisht që Putini nuk mund të pranojë një kërkesë të tillë të Zelenskit. Qartë. Ruel, Zelenski ka theksuar gjithashtu se vendimet për Europën duhet të marrin parasysh vetë Europën, dhe kjo nga njëra anë sugjeron edhe frikën se marrëveshja finale mund të diktohet pra nga Washingtoni edhe Moska, dhe pyet Elin se apo marginalizohet tashmë Europa në procesin e paqes, e cilat mund të jenë edhe pasojat e këtij përjashtimi për arkitekturën e sigurisë europiane. Europa në fakt është përjashtuar që me ardhmën e presidentit të ri Trump, për arsye se Trump i sheh politikën e jashtme në një mënyrë tjetër, nga një perspektivë më realiste, ku fuqia bën drejtësinë edhe jo morali apo ligji ndërkombëtar, dhe në këtë kuadër duke ditë që Europa ka prej vitesh në gjumë, pra në një mënyrë ka një rënje të fuqisë ushtarake, është rritur si zgjeruar si kontinent, dhe është zgjeruar prodhimi brendshëm brutë, por Europa ka probleme të mëdha me demografinë, ka probleme të mëdha me ushtrinë, ka një varësi të madhe ekonomike nga Kina, ka një varësi të madhe energjetike nga Rusia, ka një varësi të madhe ushtarake nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra Europa nuk është në kushte për të diktuar marrëveshje paqe, pavarësisht se unë jam i bindjes që Europa në fakt ka të drejtë, në sensin që pushtimi i Rusisë Ukrainës sigurisht nuk mund të pasohet me një marrëveshje paqe ku agresori shpërblet, sepse në këtë rast Putini po shpërblet, por cila është alternativa tjetër? Nga ana tjetër, për shembull, pika 10 e këtij plani flet për një garanci ushtarake që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë dhënë Ukrainës, domethënë dhe Rusisë në fakt. Domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës garantojnë sigurinë e Ukrainës dhe Rusisë, dhe në rast se Ukraina sulmon Rusinë, për shembull, Ukraina humbet të garanci. Në rast se Rusia sulmon Ukrainën, në të ardhmen Rusia humbet të garanci dhe i nështrohet sanksioneve të ashpra. Që thotë që në letër po bëhet çështje e mundur që Ukraina dhe Rusia të mos kenë më frikë njëri tjetrit, pavarësisht se sigurisht traumat e kësaj lufte do duan kohë të shuhen dhe ndoshta nuk do shuhen kurrë. Ruel, për ta kuptuar më shumë, a kemi të bëjmë me një progres të vërtet në negociata apo me një taktik presioni për të detyruar këtu Kievin edhe Moskën të marrin pozicione më të favorshme për Washingtonin, sepse Donald Trump sinjalizoi se bisedimet për paqen janë shumë afër, por paralelisht me këtë theksoi se ende mbeten për të parë. Sigurisht që në momentin ku ka një dakordsi mbi një draft paqe me disa pika, sigurisht që është një gjë të dakordsohesh dhe është një gjë tjetër të ulesh në trezën e bisedimeve për të folur në mënyrë konkrete për implementimin e këtyre pikave. Kështu që prandaj presidenti Trump në një farë mënyrë ka thënë që betet për të parë, sepse takimi i jashtëm do duhet ishte midis Zelenskit dhe Putinit. Domethënë pa këtë takim nuk kemi paqe de facto. Kemi paqe de jure, kemi një paqe zyrtare, kemi një armëpushim në vijat e konfliktit, por nuk kemi një rrugë konkrete drejt një armëpushimi afatgjatë që sjell dhe atë që ne quajmë paqe. Kështu që është një gjë të dakordsohesh, siç Zelenski ka rënë dakord pritet përgjigje nga Putini,
dhe është një gjë tjetër të ulesh në tryezën e bisedimit për të diskutuar implementimin e atyre pikave. Domethënë janë dy faza të ndryshme dhe prandaj Trump thotë ne kemi arritur një marrëveshje paqe, por do presim të shohim si do të jetë dakordësimi për implementimin e këtyre pikave. E qartë. Roel, presidenti amerikan foli gjithashtu edhe për zhvillime optimiste në komunikimet e fundjavës së fundit dhe ky formulim nxit edhe pyetjen tashmë se për çfarë bëhet fjalë konkretisht, pra mund të jenë këto lëshime të mundshme të Kievit për garanci të reja pra sigurie nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo nga ana tjetër një rifokusim të diplomacisë ruse nën presionin ekonomik? Mendoj që vlen thuhet që në një farë mënyrë presidenca amerikane po I përdor të gjithë levat që ka për të ulur Ukrainën në tryezën e bisedimeve dhe për ta bërë të pranojë një marrëveshje paqe. Kështu që mendoj që edhe presioni ekonomik rus dhe Europës, fakti që një farë mënyrë çmimet e naftës dhe gazit në Europë janë goxha të larta, është për shkak të sanksioneve ndaj Rusisë, edhe fakti që Trump flet për 25.000 ushtarë të humbur. Unë mendoj që është shifër pak e shfryrë, që 25.000 ushtarë vjen çdo ditë në frontin e betejës, nuk mendoj që kjo ndodh, megjithatë ai shuhet për fryrje të shifrave, por thelbi I mbetet që është një luftë gjykatare si çdo luftë tjetër, kështu që në këtë kuadër ai po përdor çdo lloj mekanizmi që të dakordësojë një paqe midis dy palëve. E qartë, Roel, kemi pasur dhe reagim nga ana e Macronit, cili është faqur optimist pra si të tjerë, duke thënë se ekzistojnë kushte reale për përparim në këto negociata dhe kjo nga ana tjetër nxit pyetjen nëse Franca po përpiqet të marrë kryesimin diplomatik evropian apo nga ana tjetër nëse Bashkimi Evropian është thjesht duke u përpjekur të mos mbetet në hije nga negociatat mes SBA-s dhe Rusisë dhe cili është pyetja ime roli real I Europës në këtë tryezë?